miku im I cili vjen nga Puka. Dhe më tregoi që Joli Puka është bërë shumë interesante, shko shikoja. Dhe ti shkove? Dhe vajta në Puka. Dhe si ishte Puka? Dhe vajta në Puka. Puka ishte fantastike. Puka ishte e pastër, ishte qelibar, kishte akoma tradita, kishte njerëz qytetarë të cilët në shikim të mirëprisnin, nuk të bezdisnin. Të respektonin shumë sepse e kuptonin që ishe mysafir, nga që gjithsecili njihte gjithsecilin ato. Joli, po më sjell në mend një këngë famshme të kohës komunizmit për Pukën, kështu si po e tregon. Mos e thuaj. Ai në paprika me gjëra me tulla? Jo, s'ka lidhje. Po, edhe? Edhe mikpritja ishte një diçka tjetër që më ka impresionu shumë. Ata I donin shumë mysafirët, I përqenin, I servirnin më të mirën e tyre. Çfarë vendesh tjera vizitove Joli në Shqipëri, që ta bëje krahasimin me Pukën? Ku ishe? Po, vizitova Pogradecin, vizitova Korçën, vizitova Vlorën. Dhe pak Shkodrën, shumë pak Shkodrën, e kam lënë për vitin tjetër. Kush ishte më problematiku nga këto që vizitove? Okej, më vjen shumë keq që po e them këtë, nuk do të thoja problematik, por që nuk më ka impresionu është Tirana.